Qoftë Jezu Krishti, të dashur dëgjues, miq dhe bamirës të Radio Marisë së Kosovës, mirë se vini në këtë takim të veçantë me ju, të cilin e kemi titulluar Falënderimi ynë është lutja. Me ju është unë Dom Shtifni, drejtor programin Radio Marinë e Kosovës. Dhe unë Adelina Palushi, koordinatore në Radio Marinë e Kosovës. Ka kaluar një kohë ku në një emision të posaçëm kemi lexuar emrat e atyre që mbështesin Radio Marinë e Kosovës. Ndërkohë kanë kaluar muaj, janë zhvilluar shumë aktivitete, kemi kremtuar së bashku, jemi lutur së bashku, kemi transmetuar nga vende të ndryshme dhe veçanërisht gjatë Nëndiqit dhe festës së Zojës së Madhe në Letnicë, kemi përjetuar edhe një herë se Radio Maria nuk është vetëm një radio, është një familje. Një familje që lutet, një familje që ungjillson, një familje që shërben, por edhe një familje që mban barën së bashku. Prandaj sot duam të ndalemi për të thënë një fjalë shumë të thjeshtë, por që vjen nga zemra. Faleminderit. Faleminderit secilit prej jush që luteni për Radio Marinë. Faleminderit meshtarëve, rregulltarëve dhe rregulltareve, laikëve, bashkëpunëtorëve dhe vullnetarëve që japin nga koha, dija dhe talentet e tyre. Faleminderit të rinjve dhe fëmijëve që me gëzimin dhe angazhimin e tyre e bëjnë këtë radio më të gjallë. Faleminderit familjeve tona, dëgjuesve të rregullt, të moshuarve, të sëmurve dhe të gjithë atyre që ndoshta pa u parë dhe pa u dëgjuar e shoqërojnë këtë mision me lutje. Dhe faleminderit secilit që sipas mundësive të veta e mbështet Radio Marinë e Kosovës edhe financiarisht. Të dashur dëgjues, Radio Maria e Kosovës ka një mënyrë të veçantë të ekzistencës së saj. Ne nuk jetojmë nga reklamat komerciale, nuk kemi radio interesave ekonomike apo politike. Misioni ynë është tjetër, të shpallim ungjillin, të sjellim lutjen në shtëpitë tuaja, të qëndrojmë pranë njerëzve dhe të jemi një zëj krishter në shtëpinë tuaj. Për këtë arsye Radio Maria mbështetet parasgjithash në provaninë hyjnore, por provania e Zotit nuk është diçka abstrakte. Shumë herë ajo ka një emër, ka një fytyrë, ka dy duar që punojnë, ka një zemër që lutet, ka një njeri që thot edhe unë dua të jap diçka që kjo vepër të vazhdojë. Dhe ai njeri jeni ju që na dëgjoni, ju që luteni me ne, ju që na telefononi dhe na shkruani, ju që ua tregoni Radio Marinë dhe të tjerëve, ju që vini si vullnetar, ju që nga ajo që Zoti ju ka dhënë ndani edhe diçka për misionin e kësaj radioje. Ndoshta dikush mund të jap më shumë, dikush tjetër mund të jap shumë pak, dikush nuk ka mundësi të jap asgjë financiarisht, por çdo ditë thot një të falimi Mari për Radio Marinë. Për ne secili është i rëndësishëm sepse Radio Maria nuk ndërtohet vetëm me pajisje, studio, mikrofona dhe antena. Radio Maria ndërtohet me zemra. Çdo kontribut është një gur i vogël në ndërtimin e këtij misioni. Dhe pas çdo dhurate qëndron një person, një familje, një histori, ndonjëherë dhe një sakrificë që vetëm Zoti e njeh. Pikërisht për këtë arsye, emisioni sotëm nuk është një raport financiar, nuk duam thjesht të numrojmë se kush ka dhënë dhe sa ka dhënë. Sot duam të bëjmë diçka tjetër. Duam që mirënjohjen ta shndrojmë në lutje. Pas disa muajsh, duam përsëri të shqiptojmë emrat e besimtarëve tanë, në mënyrë të veçantë do të kujtojmë ata që na ndihmuan gjatë ditëve të bukura dhe intensive të Nëndiqit dhe festës së Zojës në Letnicë, por edhe të gjithë ata që gjatë muajve të fundit e kanë mbështetur Radio Marinë. Do t'i lexojmë emrat tuaj jo për të bërë dallime mes jush dhe as për t'ju lavdëruar para njerëzve. Do t'i shqiptojmë me mirënjohje. Dhe duke i shqiptuar, do t'ja paraqesim Zotit secilin prej jush, familjet tuaja, gëzimet tuaja, shqetësimet tuaja dhe nevojat që mbani në zemër, sepse ne nuk mund t'ju akthejmë plotësisht atë që bëni për Radio Marinë,
por mund të bëjmë atë që është në zemër të misionit tonë. Mund të lutemi për ju. Prandaj të dashur miq, kudo që na dëgjoni, qëndroni me ne, edhe nëse emri juaj nuk gjendet në ndonjë listë, edhe nëse dhurata juaj ka qenë anonime, edhe nëse kontributi juaj për Radio Marinë e Kosovës është vetëm një lutje e heshtur që askush nuk e ka parë, dijeni se Zoti e njeh atë që bëhet në fshehësi dhe e njeh zemrën që dhuron. Sot dëshirojmë që secili prej jush ta ndjejë këtë fjalë të drejtuar personalisht. Faleminderit që jeni pjesë e familjes së Radio Marisë. Faleminderit që besoni në këtë mision. Faleminderit që na ndihmoni që Ungjilli të vazhdojë të dëgjohet. Dhe tani, para se të fillojmë të shqiptojmë emrat e bamirësve tanë, duhet të ndalemi pak të një pyetje: çfarë do të thotë në të vërtetë të ndihmosh Radio Marinë? Përgjigjen mund ta gjejmë në një skenë shumë të bukur të Ungjillit, në një vejush të varfër, e cila kishte shumë pak për të dhënë, por në sytë e Jezusit dha më shumë se të gjithë të tjerët. Të dashur dëgjues, para se të fillojmë të lexojmë emrat e bamirësve tanë, dua të ndalemi për pak çaste te një skenë shumë e thjeshtë e Ungjillit. Jezusi ndodhet në tempull, ai është ulur përballë arkës së Thesarit dhe vren njerëzit që hedhin aty dhuratat e tyre. Ungjilli sipas Markut na tregon shumë të pasur hidhnin shumë të mëdha. Pastaj afrohet një vejush e varfër. Ajo hedh vetëm 2 monedha të vogla. Në sytë e njerëzve pothuajse asgjë, por Jezusi i thret nxënësit dhe u atërheq vëmendjen pikërisht te kjo grua. Ai u thot se ajo ka dhënë më shumë se të gjithë të tjerët, sepse të tjerët dhanë nga teprica e tyre, ndërsa ajo, në varfrinë e saj, dha nga ajo që kishte për të jetuar. Sa e bukur është mënyra se si shikon Jezusi. Njerëzit shohin shumën, Jezusi sheh zemrën. Njerëzit mund të pyesin, sa dha? Jezusi pyet, me sa dashuri dha? Dhe mendoj se kjo fjalë e Ungjillit na ndihmon shumë për ta kuptuar edhe mbështetjen që ju jepni Radio Marisë. Sepse edhe ne mund të bijem lehtë në tundimin për ta matur gjithçka me numra, kaq euro, kaq donator, kaq shpenzime, kaq të ardhura. Natyrisht një radio ka nevojë edhe për mjete materiale. Duhet të paguhen shpenzimet e transmetimit, të mirëmbahen pajisjet, të sigurohen kushte teknike, të realizohen transmetimet nga famullit, shenjtrore dhe aktivitete të ndryshme, por pas numrave janë njerëzit, pas një dhurate është një zemër, dhe nganjëherë pas një dhurate të vogël mund të jetë një sakrificë shumë e madhe. Dikush mund të jap një shumë të konsiderueshme dhe ne e falenderojmë me gjithë zemër. Dikush tjetër mund të jap 5 euro, dikush 2 euro. Dikush mund të vijë dhe të thotë, nuk kam shumë, por këtë e kam darë për Radio Marinë. Dhe ne nuk e dim se çfarë përfaqësojnë ato 2 apo 5 euro në jetën e atij personi. Ndoshta janë dhuratë nga pensioni i vogël i një të moshuari, ndoshta janë kursimet e një familjeje, ndoshta janë disa euro që një i ri ka vendosur të mos i shpenzojë për vete. Ndoshta janë dhurata e një mërgjimtari që edhe larg Kosovës dëshiron të mbetet i lidhur me misionin e Radio Marisë. Dhe pikërisht këtu na mëson Ungjilli. Vlera e një dhurate nuk matet vetëm me shumën e saj. Ajo matet edhe me dashurinë, besimin dhe sakrificën që e shoqëron. Prandaj, në Radio Marinë e Kosovës nuk kemi bamirës të rëndësishëm dhe bamirës më pak të rëndësishëm. Secili është i çmuar, sepse secili jep sipas mundësisë së vet. Por ka edhe diçka tjetër. Kur flasim për bamirësit e Radio Marisë së Kosovës, nuk duhet të mendojmë vetëm për ata që japin para. Ka njerëz që na dhurojnë diçka po aq të çmuar, kohën e tyre. Ka vullnetarë që vinë dhe ndihmojnë, ka njerëz që udhtojnë, ka njerëz që mbajnë pajisje, vendosin kablo, përgatisin transmetime, fotografojnë, filmojnë, ndihmojnë në studio apo në aktivitete. Ka meshtar, rregulltar dhe laik që përgatisin emisione, katekeza, reflektime e lutje pa kërkuar asgjë për vete. Ka njerëz që na hapin dyert e famullive dhe të shtëpive të tyre, ka të tjerë që gjatë një aktiviteti sjellin një shishe ujë, një kafe apo diçka për të ngrënë për ekipin, dhe ndoshta askush nuk e regjistron këtë në ndonjë raport, por edhe kjo është dhuratë. Edhe kjo është bamirësi.
edhe kjo është pjesë e misionit, dhe pastaj ekziston një dhuratë edhe më e fshehtë, lutja. Ndoshta dikush që po na dëgjon tani mendon unë do të doja ta ndihmoja Radio Marin, por nuk kam mundësi. Nëse është kështu, dua t'ju them me shumë dashuri, mos mendoni se nuk keni çfarë t'jepni. Lutuni për ne. Lutuni që Radio Maria e Kosovës t'i mbetet besnike e misionit të saj. Lutuni për meshtarët, bashkëpunëtorët dhe vullnetarët. Lutuni për dëgjuesit. Lutuni që një njeri që është larguar nga Zoti, duke ndezur radion rastësisht, të dëgjoj pikërisht fjalën që i duhet. Lutuni që një i smur të gjejë ngushëllim, që një familje në vështirësi të gjejë shpresë. Që një i ri të dëgjoj thirrjen e Zotit, që dikush që ndihet vetëm të kuptojë se Zoti nuk e ka harruar, sepse në fundit për këtë ekziston Radio Maria, jo për vetveten, jo për të pasur thjesht një frekuencë më shumë në etër, jo për të mbushur orët e programit. Radio Maria ekziston për ungjillëzim. Ekziston që Krishti të arrijë të njerëzit, që lutja të hyjë në një dhomë spitali, që ruzarja të dëgjohet në një shtëpi ku një i moshuar i thon vetëm, që mesha e shenjtë të arrijë te dikush që për shkak të një smundjeje nuk mund të shkojë në kishë. Që fjala e Zotit të arrijë te një njeri që ndoshta prej shumë vitësh nuk e ka hapur ungjillin. Prandaj, kur ju ndihmoni Radio Marin, ju nuk po ndihmoni thjesht një institucion, ju po bëheni bashkëpunëtor të një misioni. Një mikrofon është vetëm një mikrofon, një antenë është vetëm një antenë, një transmetues është vetëm një pajisje, por kur përmes këtyre kalon fjala e Zotit, lutja, mesha e shenjtë, një fjalë ngushëllimi apo një dëshmi besimi, atëherë ato bëhen mjete ungjillëzimi. Dhe kur ju ndihmoni që këto mjete të funksionojnë, në një farë mënyre edhe ju merrni pjesë në atë shpallje. Ndoshta nuk do ta merrni kurrë vesh sa kam bërritur dhurata juaj. Ndoshta nuk do ta njehni kurrë njeriu që është prekur nga një emision që ju keni ndihmuar të transmetohet. Por Zoti e di. Dhe kjo na kthen përsëri te vejusha e ungjillit, askush ndoshta nuk e dinte emrin e saj, ajo nuk mbajti fjalim, nuk kërkoi falënderim, hodhi 2 monedhat e saj dhe u largua, por Jezusi e pa. Kjo është edhe fjala që dëshirojmë t'ua themi sot të gjithë bamirësve tonë. Ndoshta njerëzit nuk e kanë parë sakrificën tuaj. Ndoshta ne vetë nuk e dim sa ju ka kushtuar dhurata që keni bërë. Ndoshta emri juaj madje nuk ka mbërritur në listën tonë, por Zoti e ka parë. Dhe në fund kjo është ajo që ka shumë rëndësi. Ne mund t'ju themi vetëm faleminderit, ndërsa Zotit i kërkojmë që ai ta plotësoj atë që falënderimi ynë njerëzor nuk mund ta bëj. Dhe pikërisht me këtë ndjenjë mirënjohje, tani dëshirojmë të kthehemi në ditët e bukura që kemi kaluar në shenjtroren e Zojës në Letnicë. Ditë lutjeje, shtegtimi, meshësh, ruzareje, adhurimi dhe takimesh të shumta. Por edhe ditë në të cilat e kemi përjetuar shumë konkretisht se provania hyjnore vepron përmes njerëzve, dhe për këtë dua më të flasim tani. Të dashur dëgjues, kur flasim për mirënjohje ndaj jush, është e pamundur që këto ditë mos na shkojë mendja në Letnicë. Ende i kemi të freskëta ditët e nënditshit, përgatitjen shpirtërore, shtektarët, ruzaren, meshën e shenjtë, meshët e shenjta, adhurimet, lutjet, takimet dhe në fund festën e madhe të ngjiturit të Zojës së bekuar në qiell, ose siç njihet në popull, Zoja e Madhe. Për Radio Marin ato nuk ishin vetëm disa ditë transmetimi nga një vend tjetër, ishin ditë misioni. Ditë në të cilat studioja jonë në një farë mënyre u zhvendos pranë shenjtrores së Zojës. Prej andej, përmes valve të radios dhe mjetëve tona të komunikimit, lutja e shtektarëve mund të hynte në mira shtëpi. Dikush ishte fizikisht në Letnicë, dikush tjetër na ndiqte nga Prishtina, Prizreni, Gjakova, Peja, apo nga ndonjë fshat i Kosovës, të tjerë na ndiqnin nga Mërgimi, dhe kishte edhe të sëmur e të moshuar që dëshironin shumë të ishin në shenjtrore, por nuk mundeshin. Përmes Radio Maris edhe ata u bën shtektar.
Edhe ata u lutën me ne, edhe ata e dëgjuan fjalën e Zotit. Edhe ata ju bashkuan rrusarës, meshës së shenjtë dhe adhurimit. Dhe kjo është një prej arsyeve pse ja vlen gjithmondi, sepse pas një transmetimi që dëgjohet thjesht duke shtypur një buton, fshihet shumë punë. Duhet të përgatiten pajisjet, të transportohen, duhet të vendosen kablot, mikrofonat dhe kamerat, duhet të kontrollohet lidhja, duhet përgatitet programi, duhet ketë njerëz që qëndrojnë aty shpesh për shumë orë dhe kur një transmetim përfundon, duhet të përgatitet tjetri. Nëntëdiqi në Letnicë ishte pikërisht një përvojë e tillë, e bukur por edhe intensive. Megjithatë, pikërisht në ato ditë kemi parë edhe diçka tjetër. Kemi parë se Radio Maria nuk ishte vetëm. Në shumë momente kemi përjetuar atë që ne e quajmë provania hynore, jo si një ide të bukur teologjike, por shumë konkretisht, përmes njerëzve, përmes jush. Dikush erdhi dhe dha një kontribut për radion, dikush tjetër na ndihmoi me diçka që na nevojitej. Dikush u kujdes për ekipin, dikush ndihmoi me transport. Dikush solli ushqim apo pije, dikush dha nga koha e vet, dikush ndihmoi me punë. Dikush na tha thjesht çfarë ju duhet, si mund t'ju ndihmojmë. Dhe këto janë fjalë që nuk harrohen lehtë, sepse kur je në mes të punës, kur ke para vetës shumë orë transmetimi dhe shumë gjëra për t'u organizuar, një dorë që zgjatet për të ndihmuar është shumë më tepër se një ndihmë praktike. Është një shenjë. Një shenjë se ky mision nuk është vetëm i atyre që janë para mikrofonit, është misioni i një familje të tërë. Gjatë atyre ditëve në Letnicë kemi takuar edhe shumë prej jush, njerëz që ndoshta prej vitesh na dëgjojnë, por që nuk i kishim takuar kurrë personalisht. Dikush vinte dhe thoshte, unë ju dëgjoj çdo ditë. Një tjetër lutem me ju. Dikush na tregonte se dëgjon Radio Marinë në shtëpi. Një tjetër se na dëgjon në makinë. Dikush nga mërgimi na tregonte se përmes internetit dhe aplikacionit e dëgjon radion dhe kështu ndihet më afër vendlindjes dhe kishës sonë. Dhe pastaj kishte nga ata që afroheshin në heshtje dhe thoshin, kët e kam për Radio Marinë. Ndonjëherë një zarf, ndonjëherë disa euro, ndonjëherë një dhuratë më e madhe. Por të dashur miq, ajo që na prekte më shumë nuk ishte shuma, ishte gjesti. Sepse pas atij gjesti ishte një mesazh, unë besoj në këtë mision. Dua që Radio Maria të vazhdoj. Dua që edhe dikush tjetër ta dëgjoj këtë lutje. Dua që fjala e Zotit të shkojë më larg. Dhe kjo është arsyeja pse sot duam t'ju falenderojmë. Veçanërisht ju që gjatë nëntdiqit dhe ditëve të festës në Letnicë keni mbështetur Radio Marinë, faleminderit atyre që kanë dhënë kontribute financiare. Faleminderit atyre që kanë ndihmuar me ushqim dhe pije. Faleminderit atyre që kanë ndihmuar me transport, pajisje apo shërbime të ndryshme. Faleminderit vullnetarëve që kanë dhënë orë nga koha e tyre. Faleminderit familjeve dhe individëve që janë kujdesur që ekipit ton të mos i mungonte ajo që i nevojitej. Faleminderit meshtarëve, rregulltarëve, bashkëpunëtorëve dhe të gjithë atyre që në mënyra të ndryshme u bën pjesë e këtij misioni. Por dua të falenderoj edhe një kategori njerëzit që mund të mos figurojnë në asnjë listë, ata që na kanë ndihmuar në heshtje. Ndoshta dikush ka dhënë një kontribut dhe nuk e ka thënë emrin. Ndoshta dikush e ka lënë dhuratën dhe është larguar. Ndoshta dikush ka ndihmuar përmes një personi tjetër. Ndoshta dikush nuk dëshiron fare që emri i tij të përmendet. Edhe juve ju themi faleminderit. Emri juaj mund të mos jetë në regjistrin ton, por besojmë se është në atë regjistër që ka më shumë rëndësi në zemrën e Zotit, sepse Zoti e sheh edhe të mirën që bëhet në heshtje. Dhe këtu dua të them edhe diçka tjetër. Nuk duam që askush të mendojë se mirënjohja jon është vetëm për ata që kanë mundur të japin para. Jo, gjatë nëntdiqit në Letnicë, sa njerëz janë lutur për ne, sa të moshuar na kanë thënë, ne po lutemi për Radio Marinë, sa njerëz na kanë dhënë një fjalë inkurajimi, sa prej jush i kanë shpërndar transmetimet tona, u a kanë dërguar të afërmëve, i kanë ftuar të tjerët të bashkohen në lutje. Edhe kjo është mbështetje. Dhe është mbështetje shumë e çmuar, sepse Radio Maria ka nevojë për mjetet materiale, por mbi të gjitha ka nevojë për lutje. Nëse një ditë do të kishim gjithçka materialisht, por do të humbnim lutjen, do të humbnim zemrën e Radio Marisë. Prandaj dëshirojmë që gjithçka të fillojë nga lutja
dhe të kthehet përsëri në lutje, edhe dhuratat tuaja, edhe puna jon, edhe lodhja, edhe transmetimet, edhe mirënjohja jon, gjithçka t'i kthehet Zotit. Në këtë kuptim, letnica ishte për ne një mësim shumë i bukur i provanis, domethënë sigurisë së Zotit. Ne bëm atë që mundëm dhe shumë prej jush erdhët dhe plotësuat atë që ne nuk mund ta bënim vetëm. Kështu funksionon një familje. Njëri jep zërin, tjetri jep kohën, njëri jep punën, tjetri jep një kontribut material, njëri mund të jap shumë, tjetri vetëm pak. Një tjetër nuk mund të jap asgjë prej këtyre, por bashkënduart dhe lutet. Dhe prej të gjitha këtyre dhuratave ndërtohet një mision i vetëm, Radio Maria. Prandaj tani kemi ardhur te një moment shumë i veçantë i këtij emisioni, pas fjalës së përgjithshme faleminderit, dëshirojmë të bëjmë diçka më personale, dëshirojmë t'i shqiptojmë emrat e atyre që gjatë nënditshit dhe festës së Zojës në Letnicë kanë dhënë kontributin e tyre për Radio Marinë dhe t'i lexojmë me qetësi, me mirënjohje. Pa bërë dallim ndërmjet atij që ka dhënë shumë dhe atij që ka dhënë pak, sepse siç thamë më parë, Zoti nuk shikon vetëm atë që është në dorë, ai shikon atë që është në zemër. Dhe ndërsa do t'i lexojmë këta emra, ju ftoj edhe ju të dashur dëgjues të bashkoheni me ne, le të mos jetë ky vetëm një lexim emrash, le të jetë një lutje. Për secilin prej tyre, për familjet e tyre, për shëndetin e tyre, për punën e tyre, për fëmijët dhe të afërmit e tyre, për gëzimet që mbajnë në zemër dhe për kryqet që ndoshta vetëm Zoti i njeh, sepse titulli i emisionit ton nuk është rastësisht falënderimi ynë është lutja. Dhe tani falënderimi ynë bëhet konkret, bëhet emër, bëhet fytyrë, bëhet lutje, le t'i kujtojmë pra me mirënjohje bamirësit e Radio Marisë së Kosovës gjatë ditëve të nënditshit të festës së Zojës në Letnicë. Të dashur dëgjues, tani kemi ardhur te një prej momenteve më të rëndësishme të emisionit ton. Falënderimi ynë është lutja. Dëshirojmë t'i kujtojmë me emër ata që gjatë ditëve të nënditshit dhe festës së Zojës në Letnicë mbështeten Radio Marinë e Kosovës me kontributin e tyre. Para se t'i lexojmë emra, dëshirojmë të sqarojmë diçka. Kjo nuk është një listë për të treguar se kush ka dhënë më shumë dhe kush më pak. Prandaj nuk do të ndalemi te shumat, sepse një dhuratë nuk mund të matet vetëm me numrin që shkruhet pranë saj. Pas çdo kontributi qëndron një njeri, qëndron një familje, qëndron një zemër dhe ndonjëherë qëndron një sakrifisë që ne nuk e njohim. Prandaj sot duam të lexojmë emrat, jo shumat, dhe kur të dëgjoni një emër, ju ftoj që në zemrën tuaj të thoni thjesht Zot bekoje. Kështu lista jon do të bëhet lutje dhe falënderimi ynë do të ngrihet drejt Zotit. E lus Adelinën, koordinatorën, që t'i lexoj grupin e parë të bamirësve. Ded Pnishi, Angelina Përgega Lasku, Lina Stubla, Dina Andrejq, Leandra Sopi, Driton Simoni, Isak Palic, Sofia John Ramaj, Shprej Sakqira, Lushe Biblekaj, Angje Prenkaj, Isak David Munishi, Ilir Rodici, Mana Kqira, Mana Kolaj, Martë Gjuraj, Luljet Sopi, Mariana Shabani, Violeta Shabani, Anton Kolici, Judita Ferizi Gegaj, Jeronim Nuiq, Mira Nreca, Gjergj Toma, Petrit Ramaj, Kristina Azizi, Nina Kolici, John Marku, Familja Nikola, Familja Augustini, Serafin Kola, Marinela Bekaj, Paul Bekaj, Rinesa Bekaj, Brenda, Gjyla Munishi, Arben Gashi, Gabriel Gjergji, Pal Lorenzi, Gabriel Gega, Marian Gega, Same Sulejmani, Simon Ramaj, Fatmir Ukiqi, Fran dhe Dile Gjoni, Fran Lorenzi, Roza Toma. Për gjithë këta bamirës dhe për familjet e tyre, Zoti i shpërbleft për zemërgjerësinë e tyre dhe Zoja Cernagore i mbuloft me mbrojtjen e saj amnore. U dhënë të Zoti shëndet, paqe dhe bekem në familjet e tyre
dhe u shpërbleft 100 fish çdo të mirë që kanë bërë. Vazhdojmë me mirënjohje, grupi i dytë. Marian Pera, Zina Gjergji, Marian Gjergji, Jozef Gjergji, Luz Kristaj, Geta Prenkaj, Monika Prekpalaj, Robert Lezhdedaj, Mrika Nok Kolgjeraj, Angelina Përgega, Roza Ramaj, Gazmend Gjergji, Mane Tahiri, Tush Ukaj, Fran Ramaj, Maria Deda, Zoja Qeta, Lajde Preni, Kastriot Gjergji, Anton Tunaj, Flore Tunaj, Flora Ramaj, Alex Martini, Bernarda Hilaj, Zina Shabani, Vera Nikaj, Elizabeta Prenrecaj, Veronika Prekpalaj, Marie Radi, Drane Biba, Jozef Prekpalaj, Marie Gjonaj, Anton Veseli, Don Tom Karica, Flora Tunaj, Zoja Nikol Ukaj, John Nikola, Zef Nikol Bibaj, Luk Karaci, Zina Martini, Nikol Stepani, Monika Shabani, Don Fatmir Kolici, Gabriel Kola, Emanuel dhe Valentina Ramaj, Isak Gjoni. Për ju dhe për të dashurit tuaj lutemi, Zoti ju rujt dhe ju përcjelt në çdo hap të jetës. Atje ku ka smundje, dhënë të shërim dhe forcë, atje ku ka shqetësim, dhënë të paqe. Atje ku ka vështirësi, hapët një rrugë. Atje ku ka trishtim, ndest përsëri shpresën. Dhe çdo të mirë që keni bërë për misionin e Radio Marisë së Kosovës, Zoti ju aktheft në hir dhe bekim. Kalojmë te grupi i tretë me të njëjtin mirënjohje, vazhdojmë. Eleonora Gjergji, Niki Dodës, Prena Andrea, Gjyla Andrea, Simon Ukaj, Bekim Bushaj, Pal Përvorfi, Prena Nikol Bibaj, Pren Nushi, Antoneta Nushi, Frok Kryeziu, Pren Mani, Gjina Leshi, Vera Bezhi, Drita Gojani, Familja Lekaj, Tun Tahiri, Tom Lezhdeda, Kristina Kolgjeraj, Dushe Spaci, Suzana Lumezhi, Mimoza Morina, Viktor Kolgjeraj, Daniel Morina, Arjan Flekti, Lon Domgjoni, Suzana Kristi, Luliana Elorik Dedaj, Flore Tunaj, Marian Lekaj, Fabian Tonici, Endrit Gjinaj, Vera Skeli, Pal Keqa, Leze Zholi, Marte Shtufi, Manike Prekpalaj, Gjergj Oroshi, Mark Memaj, Pashke Lezhdedaj, Nikol Dedaj, John Përgega, John Fuka, Prek Marku, Pashk Marku, Frok Përvorfi, Tereze Lulgjuraj, Dila Mark Prenkaj, Drita Marku, Marie Gjokaj, Antoneta Rapi, Prena Gega, Joakim dhe Maria Lukic, Shin Lukici, Josefina Lasku, Prend Nushi, Fran Dushaj, Mhil Domgjoni, Jana Lukaj, Tushe Ukaj, Pren Nushi, Vogël Zefi, Kumrie Gjoni, Marte Gjoni, Katarina Lushaj, Pashk Mark Syla, Mrie Gojani, Mus Marjakaj, Gonxhe Tahiri, Filemona Beqaj, Marie Frokaj, Nushe Bezhi, Drita Kqiraj, Malfred Mariaj, File Radi, Drita Lucia, Gjuliana Gjeta, Luljeta Pnishi, Mire Pnishi, Roza Pnishi, File Thaçi, Merkur Peraj, Vera Pjetër Hasani, Lina Regja, Tun Bardhi. Faleminderit. Ndoshta për dikë dhurata juaj mund të duket vetëm si një kontribut material, por ne e shohim ndryshe. Dhurata juaj është bërë pjesë e një transmetimi, është bërë pjesë e një rozare, është bërë pjesë e një meshe të transmetuar,
është bërë pjesë e një fjale shprese që ka mbërritur në një shtëpi, prandaj lutemi o Zot, bekoj këta bamirës dhe bëj pjesëtar të fryteve shpirtërore të misionit që kanë ndihmuar. Dhe vazhdojmë. Flanza Toni, Luk Gjugja, Miradije Gjoni, Vera Frokaj, Terezina Ukaj, Prena Hysenaj, Familja Krasniqi, Franciska Dushi, Drita Biba, Marije Kuzhnini, Pashke Markaj, Shin Gjergji, Afërdita Hasanaj, Krist Deda, Josefina Selitaj, Zoje Përnokaj, Mrika Duhanaj, Liza Grabanica, Mire Komani, Leonita Komani, Maria Nokaj, Andelina, Marije Biblekaj, Lindita Markaj, Merita Doda, Mrika Dema, Lek Gojani, John Lukaj, Gjyste Rasaj, Flore Tunprenkaj, Kune Bibaj, Gusa Dodaj, Zoje Kol Nikaj, Marte Shtufi, Patër Aleksandr Tanushi, Don Marian Topali, Vincenz Oroshi, Motra Dominika Gjergjaj, Vera Memaj, Pal Doni, Marte Bezhi, Ded Syla, Katarina Krasniqi, Marie Kqiraj, Kol Lëshdedaj, Viktor Dushaj, Zef dhe Drane Markaj, Drita Dodaj, Don Lush Sopi, Elizabeta Munishi, Manusha Hasanaj, Rosa Nikol Bibaj, Zef Gruda, Marie Shala, Leonora Nue, Ukshin Komani, Kol Pepaj, Zoja Komani, Manike Gojani, Wilson Doka, Vera Prenaj, Andreas Markaj, Trashe Gojani, Luljeta Frokaj, Jana Nikol Bibaj, Gjin Gjini, Prena Plumbi, Angelina Gojani, Zoja Frokaj, Katarina Komani, Leonard dhe Lendita Përlazëri, Gjyste Biba, Marte Komani, Vitore Nikol Bibaj, Maria Nokaj, Prek Nue, Elizabeta Ransi, Frok Kqira, Kol dhe Teresa Boqaj, Lula Gjini, Augustin Due, Luk Gjugja, Pashk Dani, Pren Gojani, Kastriot Tomgjoni, Don Albert Demaj, Vitor Berisha, Bore Tunaj, Pal Përvorfi, Bertina Tunaj, Wilson Vilaj, Shpend Ukaj, Gjelina Gjergji, Nik Vokri, Lize Gjonaj, Dila Milici, Flore Gojani, Ded Domgjoni, Marte Komani, Leze Komani, Rosa Berisha, Monika Qërkini. Të dashur bamirës, ndoshta ne nuk i njohim gjitha nevojat tuaja, nuk i dim gjitha lutjet që i mbanin zemër, nuk i dim vështirësitë e familjeve tuaja, por Zoti i njeh. Prandaj ndërsa ju falenderojmë, ju besojmë atij. Zot, kujdesu ti për ata që janë kujdesur për misionin tënd. Bekoj ata dhe familjet të tyre, bekoj fëmijët të tyre, bekoj të moshuarit të tyre, bekoj e punën e tyre, dhe atyre që kanë familjar larg në mërgim, ruaju të dashurit dhe bashkoj gjithmonë në dashuri. Po lista jonë nuk është e plot dhe nuk mund të jetë, sepse gjatë ditëve në Letnicë kishte edhe njerëz që afroheshin, jepnin kontributin e tyre dhe largoheshin pa lënë emër, kishte njerëz që thoshin nuk ka nevojë ta shënoni emrin. Kishte të tjerë që ndihmuan përmes dikujt tjetër. Ndoshta kishte edhe njerëz që ne, për shkak të angazhimeve të shumta të atyre ditëve, nuk arritëm t'i regjistronim. Nëse jeni duke na dëgjuar sot dhe keni ndihmuar Radio Marinë në Letnicë, por emri juaj nuk është lexuar, ju lutemi të mos mendoni se jeni harruar. Ne mund të mos e kemi emrin tuaj në listë, por Zoti e di emrin tuaj, ai e di dhuratën tuaj, ai e di qëllimin, jetin me cilin e keni dhënë. Dhe ai e di edhe sakrificën që mund të jetë fshehur pas saj. Prandaj në mënyrë të veçantë lutemi edhe për të gjithë bamirësit anonim. O Zot, ti që sheh në fshehtësi, bekoj të gjithë ata që kanë bërë mirë pa kërkuar të njihen,
të falenderohen apo të lavdërohen. Shpërblej ti me hirin tënd dhe bëje të frytshme çdo dhuratë të tyre. Në këtë moment dëshirojmë të përmendim edhe ata emrat e të cilëve ndoshta nuk gjenden në regjistrin e donacioneve, sepse letnica na tregoi edhe një herë se bamirësia ka shumë forma. Faleminderit atyre që ndihmuan në përgatitjen e transmetimeve. Faleminderit atyre që na ndihmuan me pajisjet. Sidomos këtu kam parasysh teknikët tanë, duke filluar për Emanuel Demajt, Luigi Ramajt dhe Kristian Tadeu Kajt. Faleminderit atyre që ndihmuan me transport. Faleminderit atyre që na sollën ujë, ushqim apo kafe gjatë orëve të gjata të punës. Faleminderit atyre që na hapën një derë, atyre që na dhanë një dorë. Atyre që pyeten, a ju duhet diçka? Edhe këto janë dhurata. Ndoshta nuk figurojnë në ndonjë tabelë financiare, por janë të shkruara në kujtesën tonë dhe besojmë edhe para Zotit. Faleminderit edhe vullnetarëve tanë. Faleminderit të rinjve. Faleminderit meshtarëve, rregulltarëve dhe rregulltareve. Faleminderit të gjithë atyre që në mënyrë të dukshme ose të padukshme bën të mundur që Radio Maria e Kosovës të ishte e pranishme në Letnicë dhe që lutja e tyre ditëve të arrinte deri te dëgjuesit tanë. Të dashur dëgjues, nga Letnica dhe nga ato ditë të veçanta të lutjes e të shtektimit mirënjohja jon tani zgjerohet edhe më tej, sepse Radio Maria nuk jeton vetëm nga ndihma që merr në raste të veçanta, ajo jeton çdo ditë, çdo mëngjes kur ndizet mikrofoni, çdo herë kur transmetohet me shashenjt, çdo rozare që lutemi së bashku, çdo katekez, çdo emision, çdo telefonat e një dëgjuesi, çdo transmetim nga një famulli, një kish apo një shejtërore, pas gjithë kësaj ekziston një vazhdimsi dhe këtë vazhdimsi në një pjesë shumë të rëndësishme e bëni të mundur ju, dëgjuesit dhe bamirësit tanë. Ka kaluar një kohë prej emisionit tonë të fundit në të cilin kemi lexuar emrat e donatorëve. Prandaj gjatë këtyre muajve janë mbledhur shumë emra, shumë gjeste mirësie dhe shumë arsye për të thënë faleminderit. Disa prej jush e ndihmoni Radio Marin rregullisht, muaj pas muaji. Ndoshta shuma nuk është gjithmonë e njëjtë, ndoshta as mundësit nuk janë gjithmonë të njëjta, por vazhdon ajo besnikëri e vogël dhe e heshtur. Edhe këtë muaj dua të ndaj diçka për Radio Marinë e Kosovës. Kjo besnikëri për ne është shumë e çmuar, sepse pikërisht prej shumë dhuratave të vogla, të vazhdueshme dhe të bëra me dashuri, ky mision mund të ecë përpara. Ka pastaj për ju që nuk dhuroni rregullisht, por kur keni mundësi, kujtoheni për radion. Ndoshta me rastin e një feste, ndoshta si falënderim ndaj Zotit për një hir të marr, ndoshta për një qëllim të familjes, ndoshta në kujtim të një personi të dashur, ndoshta thjesht sepse një ditë duke na dëgjuar keni menduar, dua edhe unë ta ndihmoj këtë mision. Edhe juve ju themi faleminderit. Ka nga ju që jetoni jashtë Kosovës, jeni larg vendlindjes, por përmes Radio Marisë Kosovës vazhdoni ta dëgjoni gjuhën tuaj, lutjen, meshën e shenjtë dhe jetën e kishës son, dhe megjithëse fizikisht jeni larg, shumë prej jush na qëndroni jashtëzakonisht pranë, edhe juve dëgjuesve dhe bamirësve tanë në Mërgat, faleminderit nga zemra. Dhe tani duam t'i shqiptojmë disa prej këtyre emrave, ashtu si më parë, nuk do të lexojmë shumat, do të lexojmë njerëzit, sepse pas çdo kontributi ka një emër, dhe pas çdo emri ka një histori që Zoti e njeh. Ju ftojmë përsëri të dashur dëgjues, ndërsa dëgjoni emrat, bashkohuni me ne në lutje. Pas çdo emri mund të themi në heshtjen e zemrës: Zot bekoje dhe shpërbleje për të mirën që ka bërë.
Me mirë njohje i kujtojmë pra këta persona bamirës. Agim dhe Zoja Dodës, Agnesa Bushej, Agron Lezhdedaj, Albert dhe Vilma Keqa, Albina Prenkaj, Antigona Nushi, Antoneta Dodaj, Antoneta Kelmenaj, Arben Frokaj, Arben Jashari, Augustin Bekaj, Bejt Dushaj, Bekim Lushi, Bujar Ademi, Daniel Pala, Darinka Vokraj, Dile Sopi, Drana Toma, Drane Laska, Drita dhe Shin Gjergji, Drita Ramaja, Exona Lazari, Angel Frokaj, Florie Memaj, Gabriel Gojani, Gita Tahiri, Gjevalin Prenrejcaj, Gjyle Doda, Hana e Adrian Nuaj, Iliriana Quni, Jana Lukaj, Josef Nue Nikola, Josefina Markaj, Kenneth Ukaj, Kristian Karica, Labinot Marleku, Lajde Nikaj, Leonard Bushaj, Leonard Demaj, Leonita Gjetaj, Levent Marleku, Liridona Marashi, Liza Karica, Lorena Milici, Loreta Berisha, Luljeta Markaj, Manike Bala, Manuela Komani, Marian dhe Gjyste Përvorfi, Marta Kuzhnini, Merlinda Dodaj, Miliana Zefaj, Misioni Katolik në Sirna, Monika Marku, Ndrec Tuna, Ndue Bardhi, Nikol Gashi, Nue Laska, Nuja Pali, Oliver Koliqi, Prena Nikola, Prenk Uka, Robert Markaj, Qun Kodraj, Robertina Hajdaraj, Shkëndije Gojani, Shpresa Daka, Shpresa Nikol Bibaj, Sokol dhe Elizabeta Markaj, Tereze Dushaj, Tom Marlekuj, Tone Margegaj, Valentina Muqaj, Vera Marku, Violeta Domgjoni, Violeta Shkoza, Viol Sandau, Zoja Laci. Për ju dhe familjet tuja, Zoti ju bekoft dhe ju shpërbleft për dashurinë ndaj Radio Marisë së Kosovës. Çdo e mirë që keni bërë për këtë mision u ktheft në paqe, në zemrat tuaja dhe në bekim për shtëpitë tuaja. Kemi edhe, po vazhdojmë me mirënjohje. Kristina Spaci, Don Bardec Zymi, Don Agim Qërkini, John Kqiku, Nikol Berisha, Don Samuel Ramaj, Robert Përvorfi, John Nikaj, Gjergj Gecaj, Pashk Biblekaj, Nok Noz Mark Brekaj, Elvin Laski, Pal Lekaj, Nik Lekaj, Kristian Laski, Ardita Malota, Roza Gjevlekaj, Luqe Marniku, Mire Koci, Prek Pitaci, Motra Klaudia Dedaj, Zoja Hasanaj, John Palushi, Vera Marku, File Krasnici, Arbër Gashi, Leonora Memaj, Violeta Nikaj, Viljana Memaj, Marie Ibra, Vera Krasnici, John Gjeladini, Petrit Ukaj, Liza Krasnici, Krist Dodaj, Nërec Leshaj, Shpresa Nikaj, Antoneta Shtufi, Rok Leshi, Marte Berisha, Krist Leshi, Nikol Leshi, Marie Laska, Nikol Alakaj, Gjane Mirakaj, Gjek Augustini, Familja Zefi, Luigi Palushi, Juliana Palushi, Pjetër Dedaj, Zef Gjugja, Mane Gjergjaj, Anton Ibishi, Nue Ramaj, Pal Bushi, Lusha Muqaj, Martin Milici, Aurela Krasnici, Mire Krasnici, Linda Milici, Flore dhe Daniel Rosaj, Gjergj Prenrecaj, Anita Gojani, Mark Veseli, Federica Veseli,
Tush Marjakaj, Mark Gjoka, Zef Ramaj, Tun Kuzhnini, Krist Palokaj, familja Gjoklaj, Luk Spaci, familja Krasniqi, Shpresa Nikol Bibaj, File Berisha, Pjetër Gojani, Zoge Krasniqi, Emanuel Berisha, Ana Maria Krasniqi, Sabina Krasniqi, Suzana Krasniqi, Dionis Berisha, Jozef Dushaj, Anton dhe Dafina Memaj, Aneta Memaj, Simon Memaj, Nue Memaj, Aida Augustini, Besarta Marku, Ded Mark Doda, Nue Marie Laskaj, Petrit Ukaj, Valon Nushi, Marte Memaj, Hana Bibaj, familja Gojani, Maria Saliquni, Anton Nrejaj, Zef Nikol Bibaj, Edonjeta Gjoka, Pjetër Marki, Tun Spaci, Prene Qeta, Krist Qeta, Roland Rustemi, Gjon Sakica, Simon Bulakaj, Lule Domgjoni, Pashke Gjokaj, Anita Markaj, Loreta Dedaj, Ardian Mriaj, Nikol Gjergj Tetaj, Krist Kaçinari, Vitore Prenrecaj, familja Gjon Sakica, Pal Nikaj, Teuta Balaj, Pren Tushaj, Prek Koshi, Fjolla Tunaj, David Domgjoni, Gaspër Mërturi, Gazmend Nue, Gjok Bisaku, Angel e Berlinda Frokaj, Zef Gjoni, Shpresa Komani, Gentjana Prendi, Linhard Topali, Samuel Preka, Frederika Veseli, Lek Shala, Kastriod Gega, Nikol Nokaj, Francesc Kaçinari, Agron Komani, Lirie Preni, Mirash Preni, Zoje Nrejaj, Kol Preka, Luiq Gojani, Gusa Gojani, Pjetër Ukaj, Viktor Lezhdedaj, Pashke Gjoklaj, Kol Balaj, Mentor Frokaj, Kenneth Gjugja, Nushe Ceni, Pjetër Marku, Fatmir Spaqaj, Rita Marku, Mark Milici, Tone Mërturi, Ardian Prenka, Viktor Zalaj, Bernard Leshaj, Pren Demi, Mihil Radi, Nue Leshi, Margarita Biblekaj, Robert Thaci, Valon Thaci, Luisa Nue, Mus Krasniqi, Pren Gojani, Pren Tushe Kola, Tushe Radi, Zoja Nikol Bibaj, Patrik Erdian Nokaj, Raimonda Loreta e Anton Nokaj. Faleminderit për besnikërinë tuaj. Faleminderit që në mesin e nevojave tuaja keni gjetur vend edhe për nevojat e këtij misioni. Zoti e njeh zemrën me cilën keni dhuru dhe ai e di edhe sakrificën që mund të jetë pas dhuratës suaj. Zoti ju shpërbleft. Kemi akoma dhe vazhdojmë. Po. Gita Lekaj, Leonard dhe Lendita Përlazri, Greta Klorinda e Justin Kaçinari, Pjetër Qerimi, Pren Prenaj, Pashk Berisha, Vjolc Palucaj, Vilma e Alfred Gjokaj, Lon Zeqiri, Lush Cona, Krist Karica, Marin dhe Fran Karica, Gjevalin Karica, Pjetër Kohler, Zef dhe Drita Uka, Monika, Jan Paul dhe Klara Nuaj, Dominik Mirakaj, Drita Mirakaj, Daniel Marcel Gojani, Motra Smilja Micakaj, Drita Doda, Arbende Frederika Marku, Nikol Berisha, Zoja Përvorfi, Lidia Tupeci, Antoneta Palushi, Maria Qerkini, Leo Ukaj, Dile Krista, Bernardina Nue, Ndrane Markaj, Viktor Zef Gashi, Marie Lekaj.
Për të gjithë këta bamirës, lutemi o Zot, bekoje punën e duarve të tyre, jepu shëndet dhe forcë, jepu paqe në familje, ruaji në çdo udhtim, ndihmoj në vështirësitë e tyre dhe atë që ata kanë bërë për të mirën e të tjerëve, kthejua në hir dhe bekim. Të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, një falënderim shumë të veçantë duam t'ua drejtojmë edhe atyre dëgjuesve që e kanë bërë mbështetjen e Radio Marisë Kosovës pjesë të rregullt të jetës së tyre. Ka njerëz që çdo muaj ndajnë diçka për radion. Ndoshta dhurata e tyre është e vogël, por kur përsëritet muaj pas muaji, ajo na thot diçka shumë të bukur. Unë dua të jem pjesë e këtij misioni. Dashur miq, kjo besnikëri na prek dhe na obligon, na kujton se edhe ne duhet jemi çdo ditë më besnik ndaj misionit që na është besuar. Prandaj, faleminderit që nuk na kujtoni vetëm një herë. Faleminderit që ecni me ne. Faleminderit që e konsideroni Radio Marinë e Kosovës edhe si radion tuaj. Dhe një përshëndetje të veçantë shkon për bamirësit tanë Mërgat. Shumë prej jush jetoni larg Kosovës, në Zvicër, Gjermani, Austri, Itali, Kroaci, Sloveni, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në shumë vendet të tjera, por largësia nuk ju ka ndarë nga familja e Radio Marisë Kosovës. Përmes internetit dhe aplikacionit na dëgjoni, na shkruani, na dërgoni përshëndetje, na kërkoni lutje dhe shumë prej jush e mbështesni edhe financiarisht radion. Këtu në mënyrë të veçantë dëshiroj t'i përmendje edhe misionarët shqiptar katolik në misionet katolike shqiptare në Zvicër dhe Gjermani. Adelin, nëse ke ndonjë emër të... Po, Don Shtjefën, dëshirojmë të falenderojmë Don Marian Demaj, misionar në misionin katolik shqiptar në Turgau, Don Anton Ukaj, misionar në misionin katolik shqiptar në Lucern, si dhe Don Albert Krista, misionar në Stuttgart. Ju falenderojmë nga zemra dhe lutemi që Zoti t'ju bekojë në vendet ku jetoni e punoni, edhe ju mërgjimtar të dashur, Zoti ju ruajt familjet, ju ndihmoft që edhe largat dheut ta ruani fen dhe t'u përcjellni atë fëmijëve tuaj dhe Radio Maria e Kosovës të vazhdoj të jetë për ju një urë shpirtërore që ju bashkon me kishën dhe me njerëzit tuaj. Të dashur dëgjues, duhet të themi dhe diçka me shumë sinqeritet. Listat njerëzore nuk janë gjithmonë të përsosura. Mund të ndodhë që dikush të ketë ndihmuar dhe emri i tij të mos jetë regjistruar. Mund të ketë ndodhur ndonjë gabim gjatë shënimit. Mund të kemi ndonjë dhuratë anonime. Mund të ketë ndonjë emër që padashje nuk është përfshirë në listën që kemi sot para nesh. Nëse kjo ka ndodhur, ju kërkojmë ndjesë. Por mbi të gjitha duam t'ju themi, mungesa e emrit nga lista jon nuk do të thotë mungesë e mirënjohjes sonë. Dhe sigurisht nuk do të thotë se dhurata juaj ka kalu pa u parë nga Zoti. Ne mund të harrojmë, një regjistër mund të jetë i paplot, por Zoti nuk harron asnjë vepër dashurie. Dhe këtu dua t'ju them edhe diçka personalisht. Kur shohim këta emra, nuk shohim vetëm një listë donatorësh, shohim familjen e Radio Marisë së Kosovës. Shumë njerëz që na thonë vazhdoni, jemi me ju, lutuni për ne. Mos u lodhni duke shpallur ungjillin. Dhe kjo na jep shumë forcë. Por njëkohësisht na vendos përpara një përgjegjësie, sepse çdo euro që ju ja besoni Radio Marisë Kosovës është një shenjë besimi. Ju na e besoni atë për një qëllim, për një jetë që të përdoret për misionin. Për këtë arsye, mirënjohja jon duhet të shprehet jo vetëm me fjalë faleminderit, dhe duhet të shprehet edhe me përgjegjësi, me kujdes, me transparencë, me punë. Dhe mbi të gjitha me besnikëri ndaj misionit të Radio Marisë.
sepse dhurata juaj nuk na është dhënë për veten tonë, na është besuar që të bëhet mjet ungjillëzimi. Dhe tani pasi kemi shqiptu kaq shumë emra, dua të kujtojmë edhe një grup shumë më të madh njerëzish, ndoshta emrat e tyre nuk gjenden fare në regjistrin financiar të Radio Marisë Kosovës, ndoshta nuk kanë mundësi të bëjnë një dhuratë materiale, ndoshta disa prej tyre jetojnë me një pension të vogël, ndoshta janë të smur, ndoshta janë të moshuar, por çdo ditë bëjnë diçka të jashtëzakonshme për ne, luten. Dhe Radio Maria ka nevojë për këta njerëz, po aq sa ka nevojë për çdo ndihmë tjetër, sepse ekziston një dhuratë që nuk hyn në llogarinë bankare, nuk shënohet në regjistrin e donacioneve dhe nuk mund të matet me euro, por pa të misioni ynë do të ishte shumë i varfër. Kjo dhuratë është lutje. Prandaj tani dua t'ju drejtohem pikërisht atyre që ndoshta mendojnë unë nuk kam çfarë t'i jap Radio Marisë. Jo, i dashur dëgjues e dashur dëgjuese, ju keni dhe ndoshta keni për të dhënë një prej dhuratave më të çmuara. Të dashur dëgjues, deri tani kemi përmend shumë emra njerëzish që gjatë nëntëditëshit në letnicë, gjatë muajve të fundit apo në mënyrë të rregullt e kanë mbështetur financiarisht Radio Marinë e Kosovës, por tani dua të flasim për një listë tjetër, një listë që nuk e kemi shënuar në asnjë fletore, nuk gjendet në kompjuterin tonë, nuk gjendet në regjistrin e donacioneve dhe ndoshta nuk do të mund ta përpilojmë kurrë plotësisht. Është lista e atyre që luten për Radio Marinë. Dhe kjo listë të dashur miq është jashtëzakonisht të çmuar. Ndoshta në këtë moment po na dëgjon një nënë e moshuar, ndoshta një gjyshe që çdo mëngjes merr ruzarin në duar dhe lutet me Radio Marinë. Ndoshta një person i sëmur që prej muajsh nuk mund të dalë nga shtëpia. Ndoshta dikush po na dëgjon nga një dhomë spitali. Ndoshta një njeri që jeton vetëm. Ndoshta një familje që çdo mbrëmje bashkohet në lutje, ndoshta një motër rregulltare që në heshtjen e kapelës së saj kujton edhe Radio Marinë e Kosovës, ndoshta një meshtar që në meshën e tij e kujton këtë mision, ndoshta një fëmijë që thot një të falemi Mari për ne, ndoshta një dëgjues që nuk na ka telefonuar kurrë, nuk na ka shkruar kurrë dhe ne as nuk e dim se ekziston, por çdo ditë lutet për Radio Marinë. Sot duam t'ju themi dhe juve faleminderit. Faleminderit për çdo rozare, faleminderit për çdo aty ynë, faleminderit për çdo të falemi Mari, faleminderit për çdo mesh që keni porositur apo ofruar për këtë mision. Faleminderit për çdo sakrificë të vogël që ja keni kushtuar Zotit për Radio Marinë. Faleminderit edhe për çdo vuajtje që në bashkim me Krishtin e keni kthyer në lutje. Sepse Radio Maria nuk mbahet vetëm nga duart që japin, mbahet edhe nga duart që bashkohen në lutje. Dhe këtë dua ta them veçanërisht për ata që ndoshta duke dëgjuar emrat e bamirësve mund të kenë menduar sa mirë që këta njerëz kanë mundësi të ndihmojnë, unë do të doja por nuk mundem. I dashur dëgjues e dashur dëgjuese, mos u trishto, mos u mërzit për këtë dhe mbi gjitha mos mendo se je më pak pjesë e Radio Marisë. Nëse mund të na ndihmosh materialisht, të falenderojmë, por nëse nuk mundesh, mos ja hiq vetes bukurinë e të qenurit pjesë e këtij misioni. Ti mund të lutesh dhe ne kemi nevojë për lutjen tënde. Madje do të guxoja të them, para se të kemi nevojë për paratë tuaj, kemi nevojë për lutjen tuaj. Sepse mund të kemi pajisjet më të mira, mund të kemi studio të bukura, mund të kemi transmetues, kompjuter, mikrofona dhe kamera, mund të kemi një program të përgatitur në mënyrë të përsosur, por nëse Zoti nuk e bekon punën tonë, gjithçka mbetet vetëm teknik. Ne nuk duam që Radio Maria të jetë vetëm një radio që funksionon mirë. Duam që ajo të jetë një mjet në duart të Zotit. Duam që një fjalë e thënë këtu të mbërri pikërisht në zemrën që ka nevojë për të. Duam që një këngë të ngushëlloj, që një katekesë të ndriçoj, që një dëshmi të zgjoj, që një lutje ta kthej dikë te Zoti, që një meshë transmetuar t'i jap shpresë një të sëmuri, që një ruzare të bashkoj një familje, që një fjalë e ungjillit ta ndal dikë për një çast
dhe ta bëj të pyes: Zot, çfarë dëshiron prej meje? Kët nuk mund ta prodhoj teknika. Kët e bën hiri i Zotit. Prandaj kemi nevojë për lutjen tuaj. Dhe në mënyrë të veçantë dua tu drejtohem të smurve tanë, të dashur të smur që na dëgjoni, ju ndoshta nuk mund të vini në studion ton, nuk mund të bëheni vullnetar në mënyrën si do të dëshironit, ndoshta nuk mund të shkoni as në kish dhe ndoshta nuk keni mundësi të ndihmoni financiarisht, por ju mund të bëni diçka shumë të madhe, mund t'ja thoni Jezusit: O Zot, këtë ditë të vështirë, këtë dhimbje, këtë vetmi, këtë pritje, këtë kryqëtimin, po ta bashkoj me kryqin tënd dhe po ta kushtoj edhe për misionin e Radio Maris. E ndritën e feson, vujtja nuk është e mirë në vetvete dhe ne lutemi gjithmonë për shërim, lehtësim dhe kujdes. Por, kur vujtja që nuk mund ta shmangim bashkohet me dashuri dhe Krishtin e kryqëzuar, ajo mund bëhet lutje dhe dhurim. Prandaj edhe ju mund të bëheni misionar nga dhoma juaj. Ndoshta askush nuk do ta shoh, ndoshta askush nuk do t'ju falenderoj publikisht, por Zoti e di, dhe ne sot ju themi: faleminderit që luteni për ne. Faleminderit edhe të moshuarve tanë, sa prej jush e keni Radio Marin shoqëruese të ditës, zgjoheni me lutjen, e dëgjoni meshën, luteni ruzaren, na dëgjoni gjatë ditës dhe nganjëherë na telefononi vetëm për të thënë Zoti ju ndihmoft, ne po lutemi për ju. Mos mendoni se kjo është pak, kur dikush na thot po lutem për ju, na ka dhënë një dhuratë të madhe. Faleminderit familjeve që luten me ne. Faleminderit prindërve që mësojnë fëmijëve lutjen. Faleminderit të rinjve që mes gjithë zhurmës së botës së sotme gjejnë ende kohë për të dëgjuar një fjalë për Zotin. Faleminderit meshtarëve, rregulltarëve dhe rregulltarëve që shoqërojnë këtë mision. Faleminderit të gjithë atyre që kur kalojnë pranë të shenjtrueshmit thonë: Jezus, bekoje Radio Marin. Këto lutje janë kapitali ynë shpirtëror dhe për to nuk mund të bëjmë bilanc, nuk mund t'i numërojmë, nuk mund t'u vendosim çmim, por besojmë se shumë prej fryteve të Radio Maris lindin pikërisht nga këto lutje të fshehta. Prandaj sot dua t'ju propozoj diçka shumë të thjeshtë. Nëse e doni Radio Marinë e Kosovës dhe dëshironi të ndihmoni, por nuk keni mundësi të bëni asgjë tjetër, bëjeni këtë. Çdo ditë thoni një të falemi Mari për Radio Marin. Vetëm një, për ata që punojnë këtu, për vullnetarët, për bamirësit, për dëgjuesit. Për të gjithë ata që do ta dëgjojnë fjalën e Zotit përmes kësaj radioje, dhe mbi të gjitha, lutuni që ne të mos largohemi kurrë nga qëllimi për të cilin ekzistojmë, që të mos kërkojmë veten, që të mos bëhemi thjesht një zë më shumë mes shumë zërave, por që Radio Maria të mbetet gjithmonë radio e lutjes, radio e ungjillit, radio e kishës, radio që i çon njerëzit te Jezu Krishti, sepse ky është misioni ynë dhe për këtë mision kemi nevojë për ju. Të dashur dëgjues, deri tani kemi folë për njerëzit që japin, dikush jep para, dikush jep kohë, dikush jep punë, dikush jep talentin e vet, dikush jep lutjen, por ndoshta një dëgjues mund të pyes me të drejtë: mirë, por për çfarë përdoret konkretisht ndihma që jap Radio Maris? Është një pyetje e drejtë, madje është një pyetje që ne dëshirojmë që ju ta bëni. Sepse mirënjohja duhet të shoqërohet edhe me përgjegjësi dhe transparencë. Ju na besoni diçka që është fryt i punës suaj, dhe ne kemi detyrimin që atë besim ta trajtojmë me kujdes. Prandaj, para se falenderimin ton ta përmbyllim me lutje, dua t'ju tregojmë shkurtimisht për çfarë shërben dhurata juaj. Të dashur miq, vëllezër e motra, pjesën që vijon, gjithsesi pjesën që e lam pas, tham se mirënjohja duhet të shoqërohet edhe me përgjegjësi dhe transparencë, sepse kur ju ndani diçka nga të ardhurat tuaja dhe ja besoni Radio Maris, ajo dhuratë nuk është thjesht një shumë parash, është fryt i punës suaj,
është pjesë e mundit tuaj, nganjëherë është edhe pjesë e sakrificës suaj, prandaj është e drejtë që të pyesni për çfarë shërben dhurata ime. Përgjigjja më e shkurtër do të ishte: dhurata juaj i shërben misionit, por duam ta bëjmë këtë pak më konkrete. Radio Maria, edhe pse është një vepër e mbështetur shumë në punën vullnetare, ka shpenzime reale dhe të vazhdueshme. Që zëri që po dëgjoni tani të arrijë deri te ju, duhet të ekzistojë një zinxhir i tërë teknik dhe njerëzor. Ka studio, ka pajisje transmetimi, ka mikrofona, kompjuter, kamera, kablo dhe aparatura të tjera që duhen mirëmbajtur, riparuar dhe kur është e nevojshme edhe zëvendësuar. Ka frekuenca dhe sisteme transmetimi që duhet të funksionojnë çdo ditë. Ka internet dhe shërbime teknike. Ka shpenzime të energjisë elektrike dhe të funksionimit përditshëm. Ka udhëtime dhe transmetime të drejtë për drejta nga famullit, kishat dhe shenjtërore tona. Të gjitha këto janë mjete, por ne nuk mbledhim mjete thjesht që të kemi pajisje. Pajisjet kanë kuptim vetëm nëse i shërbejnë ungjillit. Një mikrofon në vetvete është vetëm një pajisje, por kur para tij shpallet fjala e Zotit, ai bëhet mjet ungjillëzimi. Një transmetues është vetëm një aparat teknik, por kur përmes tij një i smur mund ta dëgjojë meshën e shenjtë nga shtëpia, atëherë teknika bëhet shërbim. Një kamerë është vetëm një kamerë, por kur përmes saj një mërgjimtar mund të bashkohet me një kremtim në vendlindjen e tij, ajo bëhet një urë. Dhe një udhëtim i ekipit tonë drejt një famullie apo shenjtërore nuk është thjesht një shpenzim transporti. Ai bëhet mision, kur fal atij udhëtimi, lutja e një bashkësie arrin të mira njerëz të tjerë. Prandaj kur ju dhuroni për Radio Marinë, ju ndihmoni që ky zinxhir i misionit të mos ndërpritet. Mendoni për shembull për ditët që sapo kemi kaluar në Letnicë. Dëgjuesi e hap radion ose telefonin dhe dëgjon ruzaren, pastaj meshën, pastaj adhurimin, dhe duket shumë e thjeshtë. Por që ai zotëm rri nga shenjtëroria deri në shtëpinë e një dëgjuesi, dikush duhet të marrë pajisjet, t'i transportoj, t'i vendos, t'i lidh, t'i kontrolloj dhe të qëndroj pranë tyre gjatë transmetimit. Dhe pikërisht këtu në mënyrë shumë konkrete hyn edhe ndihma juaj. Dhurata juaj ndihmon që Radio Maria të jetë atje ku lutet kisha, në famullit tona, në shejtërore, në festa, në shtegtime, në kremtimet veçanta, në momente gëzimi, por edhe në momente dhimbjeje. Kontributi juaj na ndihmon gjithashtu që të përgatisim dhe realizojmë programet tona të përditshme, katekezat, emisionet biblike, programet për familjen, programet për të rinjt dhe fëmijët, lutjet, liturgjinë e orëve, ruzaren, kurorëzën e mëshirës hynore, intervista, dëshmit, emisionet kulturore dhe informative. Të gjitha këto kanë një qëllim, që Radio Maria të mos jetë vetëm diçka që dëgjohet, por një prani që ndihmon njeriu të takohet me Zotin. Por duhet të theksoj edhe një gjë, një pjesë shumë e madhe e punës së Radio Marisë bëhet fal vullnetarizmit. Meshtar, rregulltare, domethënë motra, lajek të rinj dhe bashkëpunëtor të ndryshëm japin nga koha, përgatitja dhe talentet e tyre. Ky është një thesar i jashtëzakonshëm i Radio Marisë. Nëse do të duhej të paguhej çdo orë programi, çdo kontribut, çdo shërbim dhe çdo angazhim sipas logjikës së një radioje komerciale, misioni ynë do të dukej krejt ndryshëm. Por njerëzit vinë të thonë, dua të shërbej. Dhe pikërisht bashkimi i vullnetarizmit, lutjes dhe zemërgjërësisë së dëgjuesve e bën të mundur Radio Marinë e Kosovës. Prandaj kur dikush dhuron 5 euro, 10 euro, 50 euro apo më shumë, ne nuk duhet ta shohim atë vetëm si shumë, mund ta shohim kështu. Kjo dhuratë po ndihmon që një fjalë e ungjillit të shkojë më larg. Ndoshta ju nuk do ta dini kurrë se kush e dëgjoj. Ndoshta ne nuk do ta dim. Por mund të ndodhë që një njeri në një moment të vështirë të jetës ta hap radion dhe të dëgjoj, mos ki frikë. Dhe ajo fjalë t'i jap forcë. Mund të ndodhë që një person që prej vitesh është larguar nga kisha të dëgjoj një dëshmi dhe të filloj përsëri të mendoj për Zotin. Mund të ndodhë që një i smur i vetëm në dhomën e tij të dëgjoj rozaren e shenjtë dhe ta kuptoj, nuk jam vetëm dikush po lutet për mua dhe me mua. Mund të ndodhë që një familje në mërgjem të dëgjoj meshën në gjuhën shqipe dhe për një çast shtëpia e tyre të bëhet pjesë e lutjes së kishës sonë. Nuk mund t'i masim të gjitha këto me statistika,
por pikërisht për këto ekziston Radio Maria. Prandaj dua t'ju them, kur dhuroni për Radio Marin, nuk po blini një minutë transmetimi, nuk po blini një reklam, nuk po financoni interesin e dikujt, po ndihmoni një mision. Po ndihmoni që diku ta dëgjoj fjalën e Zotit. Po ndihmoni që një i sëmur të mund të lutet me ne. Po ndihmoni që një i ri të dëgjojë një fjalë për Krishtin. Po ndihmoni që një familje të ketë në shtëpinë e saj një zë që flet për besimin, shpresën dhe dashurinë. Po ndihmoni që Radio Maria të vazhdojë të jetë një zë i krishter në shtëpinë tënde. Dhe pikërisht për këtë arsye kemi edhe një përgjegjësi të madhe ndaj jush, t'i përdorim me kujdes dhuratat që na besoni, të shmangim shpenzimet e panevojshme, të kërkojmë gjithmonë atë që i shërben më mirë misionit, të jemi transparent dhe të kujtojmë se çdo kontribut që marrim është një besim që na është dhënë. Kjo është arsyeja pse ju falenderojmë jo vetëm për parat, ju falenderojmë për besimin, sepse kur një njeri dhuron për Radio Marinë e Kosovës, në një farë mënyrë na thot: unë besoj se kjo vepër ja vlen, kujdesuni për të. Dhe ne i dëshirojmë të jemi të denjë për këtë besim. Të dashur dëgjues, miq, vëllezër dhe motra, ata ne kemi fol mjaft, kemi kujtu letnicën, kemi shqiptu emra, kemi falenderu bamirësit e mujve të fundit, kemi kujtu vullnetarët, kemi kujtu të smurët dhe të moshuarit që na mbështesin me lutje, kemi shpjegu edhe se për çfarë përdoren dhuratat tuaja. Por titulli i këtij emisioni është Falënderimi ynë është lutja. Prandaj nuk duam që emisioni ynë të përfundojë vetëm me fjalë, tani duam të bëjmë atë që është më e bukura që Radio Maria mund të bëjë për bamirësit e saj, të lutemi për ju. Në këto qaste ju ftojmë edhe ju që na dëgjoni, bashkojini duart nëse mundeni, mbyllni syt për një qast dhe e sillni para Zotit një person, ndoshta një nga emrat që dëgjuat sot, ndoshta një bamirës që njihni, ndoshta një vullnetar, ndoshta dikë që ka ndihmuar Radio Marinë në heshtje, dhe le ta kthejmë tani falenderimin ton në atë që kemi premtuar që në fillim, në lutje. Të dashur dëgjues, miq, vëllezër e motra, kemi ardhur tani në zemrën e emisionit ton, kemi thënë shumë herë sot faleminderit, por fjala jon është e vogël përballë gjithë së mirës që shumë prej jush bëni për Radio Marinë, konkretisht për Radio Marinë e Kosovës. Prandaj tani falenderimin ton ja dorëzojmë Zotit, sepse ai njeh më mirë se ne emrat që i kemi lexuar. Ai njeh edhe ata që nuk kemi mundur t'i përmendim. Ai njeh bamirësit anonim. Ai njeh vullnetarët. Ai njeh ata që na ndihmojnë me punën e tyre. Ai njeh të sëmurët që luten për ne. Ai njeh të moshuarit që çdo ditë marrin ruzarën në duar dhe na shoqërojnë. Ai njeh familjet që mbajnë Radio Marinë ndezur në shtëpinë e tyre. Ai njeh edhe ata që ndoshta sot kanë më shumë nevojë që ne të lutemi për ta. Prandaj, kudo që jeni, ju ftojmë të bashkoheni në lutje. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. O Zot, Ati ynë i mirë, sot po vim para Teje me një zemër mirënjohëse, Ti e burimi i çdo të mire, gjithçka që kemi vjen prej Teje dhe gjithçka që bëjmë të mirë është përgjigje ndaj dashurisë sate. Sot të falenderojmë në mënyrë të veçantë për të gjithë njerëzit që Ti ke vendosur në rrugën e Radio Marisë. Faleminderit për secilin bamirës, për secilin vullnetar, për secilin bashkëpunëtor, për secilin meshtar, rregulltar e rregulltare, për secilin të ri dhe fëmijë që shërben me gëzim, për secilin dëgjues që na mbështet, për secilin njeri që lutet për ne. O Zot, sot para Teje i sjellim në mënyrë të veçantë të gjithë bamirësit tanë, ata që i kemi përmendur me emër në këtë emision dhe ata që nuk kemi mundur t'i përmendim, ata që kanë dhuruar shumë dhe ata që kanë dhuruar pak, ata që ndihmojnë rregullisht dhe ata që kanë ndihmuar vetëm një herë, ata që kanë dhuruar gjatë nëndiqit dhe festës së Zojës në Letnicë,
ata që kanë ndihmuar gjatë muajve të fundit, ata që jetojnë këtu dhe ata që jetojnë në mërgim, ata që e kanë lënë emrin e tyre dhe ata që kanë dashur të mbeten anonim. Ti o Zot i njeh të gjithë, bekoj, shpërblej për çdo të mirë që kanë bërë. Mos lejo që zemërgjërsia e tyre të mbetet pa fryt. Ata që kanë ndarë me ne, ktheu ti në hir, në paqe dhe në bekim. O Zot, bekoj familjet e bamirësve tanë, ruaj bashkëshortët në dashuri dhe besnikëri, bekoj prindrit, ruaj fëmijët dhe të rinjt, përcili ata që janë larg shtëpisë, ruaj mërgjimtarët tanë në vendet ku jetojnë dhe punojnë, jepu punë atyre që kërkojnë punë, jepu siguri atyre që janë në vështirësi ekonomike, jepu urti atyre që duhet marrin vendime të rëndësishme, jepu paqe familjeve që përjetojnë mosmarrveshje dhe atje ku marrëdhëniet janë lënduar, jep hirin e faljes dhe të pajtimit. O Jezus, para teje sjellim tani të sëmurët tonë. Ndoshta disa prej tyre janë duke na dëgjuar pikërisht në këtë çast. Ti i njeh dhimbjet e tyre, ti i njeh netët pa gjumë, ti e njeh frikën e tyre, ti e njeh lodhjen e tyre dhe lutjet që ndonjëherë nuk arrin as t'i shprehin me fjalë. Afrohu pranë tyre, o Jezus, i jepu forcë, i jepu ngushëllim, jepu njerëzve që kujdesen për ta me dashuri. Ndriçoj mjekët dhe të gjithë ata që kujdesen për shëndetin e tyre, dhe sipas vullnetit tënd, dhuroju hirin e shërimit. Mos lejo që në vuajtjen e tyre të ndihen vetëm. Bëj që ta përjetojnë praninë tënde dhe dashurinë e kishës. Të kujtojmë, o Zot, edhe të moshuarit tanë, ata që ndoshta kalojnë shumë orë vetëm, ata për cilët Radio Maria është bërë shoqëruese e ditës, ata që luten me ne, ata që na dëgjojnë, ata që na telefonojnë, ata që me rozarën duar e mbajnë këtë mision lutjen e tyre, shpërblej për besnikërinë e tyre, jepu shëndet, paqe dhe njerëz që tu qëndrojnë pranë dhe bëj që të mos ndihen kurrë të harruar. O Zot, të lutemi për vullnetarët dhe bashkëpunëtorët e Radio Marisë së Kosovës, për ata që dëgjuesi i sheh dhe për ata që punojnë pa u parë, për ata që flasin para mikrofonit dhe për ata që qëndrojnë pas tij, për ata që përgatisin programet, për ata që kujdesen për teknikën, për ata që udhtojnë për transmetime, për ata që japin nga koha, dija dhe talentet e tyre. Mos lejo që lodhja t'u ashuaj gëzimin e shërbimit. Na ruaj të gjithëve nga krenaria, nga kërkimi i vetvetes dhe nga dëshira për të dukur. Na mëso të kujtojmë gjithmonë se kjo vepër nuk është e jona, është e jotja. Ne jemi vetëm shërbëtor. Dhe tani o Zot, duam të lutemi edhe për Radio Marinë e Kosovës. Ruaje këtë radio në misionin e saj, bëj që t'jetë gjithmonë besnike ndaj Unxhilit dhe mësimit të kishës. Bëj që fjala që transmetohet prej saj të mos jetë fjalë që kërkon vetveten, por fjalë që të çon tek ti. Ruaje nga çdo ndikim që do ta largonte nga misioni i saj. Na jep urti në vendimet tona. Na jep përvojtëri kur gabojmë. Na jep guxim kur duhet të dëshmojmë. Na jep butësi kur duhet të ngushëllojmë. Na jep dashuri për çdo njeri që na dëgjon. Dhe mbi gjitha, bëj që përmes Radio Marisë njerëzit ta njohin, ta duan dhe ta ndjekin Jezu Krishtin. O Zot, sot duam të kujtojmë edhe bamirësit tanë të vdekur, ata që dikur e kanë mbështetur këtë mision, por tashmë kanë përfunduar shtektimin e tyre toksor. Ne ndoshta ende i kemi emrat e tyre në regjistrat tanë, por ti i ke shkruar në librin e jetës. Pranoj në dritën e fytyrës sate. Fali çdo dobësi njerëzore.
dhe jepo pushimin e pasosur e shndrit drita e pambaruar. Pushofshin pace. Amen. E tani të dashur dëgjues, secili prej nesh le të sjell para Zotit edhe një qëllim personal, ndoshta një person që ka nevojë për lutjen tonë, Një të sëmur, një familje në vështirësi, një fëmijë, një të ri që është larguar nga Zoti, një njeri që kërkon punë, një mërgjimtar, një person që ka kërkuar prej nesh, lutu për mua. Gjitha këto njete, qëllime, të thëna dhe të pathëna, le t'ja besojmë tani Atit ton qiellor me fjalët që na mësoi vet Jezusi. Ati ynë, që je në qiell, ushqej troftë e mblyet, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Dhe tani ti drejtohemi në nëson qiellore, asaj që jep emrin kësaj radioje, asaj në mbrojtjen e së cilës dëshirojmë t'i vendosim gjithë bamirësit, dëgjuesit, vullnetarët dhe familjet tona. Të falemi Mari, hirplote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. O Mari, nëna e Jezusit dhe nëna jon, nëna e Radio Maris, në mbrojtjen tënde i vendosim sot të gjithë ata që e duan dhe e mbështesin këtë mision. Ji pran familjeve të tyre, ji pran të smurve, ngushlloj të pikluarit, ruaj fëmijët dhe të rinjt, për cili mërgjimtarët, forcoj ata që janë të lodhur, dhe qoj të gjithmonë te Biri yt Jezu Krishti. Bëj që edhe Radio Maria të mos tregoj kurrë drejt vetvetes, por si ti në Kanë të Galiles, tu thot gjithmonë njerëzve, bëni gjithçka t'ju thot ai. Amen. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Të dashur miq, kjo ishte lutja jon për ju. Ne nuk mund ta dim se çfarë ka nevojë secili prej jush, por Zoti e di, dhe sot emrat tuaja nuk i kemi vendosur vetëm para mikrofonit, i kemi vendosur para Zotit, sepse ky është falënderimi më i bukur që dim t'ju japim, të lutemi për ju, e ndërsa po i afrohemi përmbylljes së këtij takimi, na mbetet edhe një fjalë fundit, një fjalë që dëshirojmë ta merrni me vete. Radio Maria është edhe e juja. Të dashur dëgjues, miq, vëllezër dhe motra, po i afrohemi fundit të këtij takimi të veçantë të emisionit Falënderimi ynë është lutja. Sot kemi bërë diçka shumë thjeshtë, jemi ndalur për të thënë faleminderit. Kemi kujtuar ditët e Nëndiqit dhe festës së Zojës në Letnicë. Kemi kujtuar bamirësit e atyre ditëve. Kemi shqiptuar emra atyre që gjatë muajve të fundit e kanë mbështetur Radio Marinë e Kosovës. Kemi kujtuar vullnetarët, bashkëpunëtorët, meshtarët, rregullutarët e rregulltaret, trinjt, familjet të smurë dhe të moshuarit. Kemi kujtuar edhe ata që nuk gjenden në asnjë listë, por që në heshtje lutën për ne. Dhe në fund, të gjithë këta emra i kemi sjell para Zotit, sepse pikërisht ky ishte qëllimi ynë, që falënderimi ynë të bëhej lutje. Të dashur miq, para se të ndahemi, dua t'ju lë me një mendim shumë thjesht. Radio Maria është edhe e juaja. Nuk është vetëm e atyre që punojnë në studio. Nuk është vetëm e atyre që flasin para mikrofonit. Nuk është vetëm e meshtarëve, drejtuesve apo vullnetarëve.
Radio Maria është e gjithë asaj familje të madhe që çdo ditë ndërton këtë mision. Është edhe e nënës që ndërsa punon në shtëpi lutet me ne. Është e të moshuarit që çdo mëngjes e ndez radion dhe na shoqëron në lutje. Është e të smurit që nga shtrati i tij e dëgjon mishën e shenjtë. Është e familjes që në mbrëmje bashkohet rreth ruzarës. Është e triut që jep disa orë nga koha e vet si vullnetar. Është e meshtarit, rregulltarës dhe laikut që përgatit një emision pa kërkuar asgjë në këmbim. Është e mërgjimtarit që mijëra kilometra larg përmes internetit na dëgjon dhe ndihet pranë kishës së vet. Është e atij që jep një kontribut material. Dhe është po aq edhe atij që nuk mund t'jap asgjë tjetër, por thot, unë do të lutem për ju. Të gjithë së bashku jemi familja e Radio Marisë. Dhe ndoshta ky është edhe misteri i bukur i provanisë hynore, i sigurisë Zotit për të ardhmen. Ne themi se mbështetemi në provaninë e Zotit, por provania nuk do të thotë të rrim duar kryq dhe të presim që gjithçka të vijë vetvetiu. Zoti vepron përmes njerëzve, Përmes një zemre që dëgjon, përmes një njeriu që dhuron, përmes një vullnetari që shërben, përmes një të sëmuri që lutet, përmes një familje që ndan nga ajo që ka, përmes një meshtari që jep kohën e tij. përmes një të riu që thot, ja ku jam, çfarë mund bëj? Kështu ndërtohet Radio Maria. Jo nga një njeri, jo vetëm nga një institucion, por nga shumë duar dhe shumë zemra që të bashkuara rreth të njëjtit mision. Dhe cili është ky mision, që Radio Maria të ekzistojë? Jo, Radio Maria nuk është qëllim në vetvete. Qëllimi është shumë më i madh. Qëllimi është që përmes kësaj radioje ungjilli të shpallet. Që një njeri ta njohë më mirë Jezu Krishtin, që një tjetër të rikthehet tek ai, që një familje të fillojë përsëri të lutet. Që një i sëmur të gjejë ngushëllim, që një njeri i vetmuar të kuptojë se nuk është vetëm, që një i ri të zbulojë bukurinë e fesë, që dikush që ka humbur shpresën të dëgjojë një fjalë që i thotë, Zoti nuk të ka harruar. Nëse edhe ndodh që një njeri afrohet më shumë me Krishtin përmes këtij emisioni, atëherë gjithë mundi, sakrifica dhe zemërgjësia juaj kanë kuptim. Prandaj sot nuk duam vetëm t'ju falenderojmë për atë që keni bërë, duam t'ju ftojmë të vazhdoni të ecni me ne. Para së gjithash, lutuni për Radio Marinë. Kjo është kërkesa jone e parë. Kur ta merrni ruzarën në dorë, kujtojeni edhe këtë mision me një të falemi Mari. Kur të merrni pjesë në meshën e shenjtë, kujtoni një herë pas here edhe ata që shërbejnë në Radio Mari, lutuni që të mbetemi besnik. Lutuni që të kemi urti, lutuni që të mos kërkojmë vetveten, lutuni që gjithçka që bëjmë t'i shërbejë lavdisë së Zotit dhe shpëtimit të njerëzve. Pastaj nëse keni kohë dhe talente që mund t'i vini në shërbim të misionit, ejani dhe bëhuni vullnetar. Radio Maria ka nevojë për njerëz, për të rinj, për familje, për zëra të rinj, për njerëz që dinë të shkruajnë, të komunikojnë, të organizojnë, të punojnë me teknik, të ndihmojnë në aktivitete apo thjesht të japin disa orë nga koha e tyre. Ka shumë mënyra për të qenë pjesë e këtij misioni. Dhe nëse Zoti ju ka dhënë mundësinë që të na mbështesni edhe financiarisht, ju falenderojmë. Çdo kontribut, sado i vogël, na ndihmon. Por kur mos mendoni, kontributi im është shumë i vogël. E kujtuam sot vejushën e ungjillit. Jezusi nuk numroi vetëm monedat, ai po zemrën. Edhe ne dëshirojmë ta jetojmë këtë frymë. Nuk ka dhuratë të vogël kur bëhet me dashuri. Të dashur bamirës, nëse sot e keni dëgjuar emrin tuaj, dijeni sipas tij qëndron një fjalë, faleminderit. Nëse emri juaj nuk është lexuar, por ju e keni ndihmuar Radio Marinë e Kosovës, dijeni se edhe ju jeni pjesë e këtij falënderimi. Nëse nuk keni mundur të na ndihmoni materialisht, por luteni për ne, edhe ju jeni pjesë e këtij falënderimi. Edhe nëse sot po na dëgjoni për herë të parë, edhe ju jeni të mirëpritur në këtë familje, sepse dyert e Radio Marisë janë të hapura. Në fund duam t'ju themi në emër të gjithë familjes së Radio Marisë Kosovës, faleminderit për lutjen tuaj. Faleminderit për besimin tuaj. Faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit për vullnetarizmin tuaj. Faleminderit për kontributet tuaja. Faleminderit që na korrigjoni kur gabojmë dhe na inkurajoni kur lodhemi. Faleminderit që na lejoni të hyjmë çdo ditë në shtëpitë tuaja. Dhe mbi të gjitha, faleminderit që bashkë me ne e mbani gjallë këtë mision të ungjillëzimit. Le ta përfundoj me një lutje shumë të shkurtër. O Zot, atë që ne nuk mund t'ua shpërblejmë bamirësve tanë, shpërbleju ati.
Atë që nuk mund ta shohim, shihje ti. Atë që harrojmë, kujtoje ti. Atë që është dhënë me dashuri, bëje të jap fryte. Dhe bëj që Radio Maria e Kosovës mos jetoj kur për vetveten, por gjithmonë për ty dhe për njerëzit që ti na i beson. O Mari nëna jon, mbuloje me mantelin tënd këtë familje të madhe. Ruaje dëgjuesit tanë. Ruaje bamirësit. Ruaje vullnetarët. Ruaje familjet tona dhe na drejto gjithmonë te biri yt Jezu Krishti. Amen. Të dashur dëgjues, gjatë këtyre minutave me ju ishin Dëm Shtjefni, drejtori programin Radio Marinë e Kosovës. Dhe unë Adelina Palushi, koordinatore në Radio Marinë e Kosovës. Nga zemra, Zoti ju shpërbleft për çdo të mirë. Zoja bekuar ju përcjell dhe ju ruajt ju dhe familjet tuaja, e ju bekoft hyj gjithpushteshëm Ati, e Biri, e Shpirti Shenjtë. Amen. Dhe ne vazhdojmë të ecim së bashku me besim në provanin, sigurinë hyjnore që Radio Maria Kosovës vazhdoj të jetë një zë krishter në shtëpinë tënde, ku të qofshi, qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës. Mëshire dashtëni, t'haz në Zotit bitevi, ka hiret ndorë të vet. Kësaj të bukrës në gjithë lullzimet, kësaj të madhës kyvet dorës, I thonë zoja Çernagorës, me fmin prehër sa lezet. S'lume zojet birit saj, laudi qoftë për motë jetë. Këshyrnjat fëmimeres hynijet, sa lezet që mësyti sjell. Për me dashtun gjithë na ndjell, zemra gjithë po na I grabit. Kësaj të bukrës në gjithë lullzimet, kësaj të madhes kyvet dorës, I thonë zoja Çernagorës, me fmin prehër sa lezet. S'lume zojet birit saj, lavdi qoftë për motë jetë. Donë se fosh një I madh ndashni, po derdhire për mbi ta. Sa ndërdertet vështira janë, këtu shlirohen për këtë natë. Kësaj të bukrës në gjithë lullzimet, kësaj të madhes kyvet dorës, I thonë zoja Çernagorës, me fmin prehër sa lezet. S'lume zojet birit saj, lavdi qoftë për motë jetë.